Patjetër që është një iniciativë e detyrueshme ngritja e kësaj task force, por nga ana tjetër absolutisht ne jemi tashmë mësuar që në shumë periudha të ndryshme që ka pasur Shqipëria, kjo ka bërë të mundur që rritja e çmimeve ka qenë efekti imediat që ka ndodhur dhe mbas kësaj patjetër dhe ka pasur edhe një rritje të çmimeve në ndërsi, por ashtu siç e përmendët edhe ju dhe të import-eksporteve drejt Shqipërisë. Këto absolutisht janë gjëra të paevitueshme nga një anë, por nga ana tjetër mendoj që monitorimi i çmimeve të karburanteve në radhë të parë dhe çmimeve të produkteve në tregun e përgjithshëm patjetër që duhet të jenë synimi i kësaj task force, por në përgjithësi edhe të gjithë institucioneve përgjegjëse, të cilët duhet ta monitorojnë dhe duhet të sankcionojnë rastet e abuzimeve. E kuptoj. Ndërkohë eksportet shqiptare besoj nuk mund të qëndrojnë të paprekura, askush nuk ka imunitet në një situatë të tillë. Si është situata me eksportet shqiptare? Eksportet shqiptare po të marrim sektorin manufakturë të veshjeve të këpucës, patjetër që ka pasur një trend në rënje që para fillimit të kësaj lufte, por absolutisht nuk mund të ndihet e paprekur nga ky efekt tashmë i kësaj lufte në zonën e Egjeit Persik, siç thatë ju. Por nga ana tjetër mos harrojmë që edhe ngushtica në vetvete ka krijuar dhe ka filluar të krijojë pengesat e saj të para përse takon edhe importit të lëndëve të para dhe absolutisht është për të parë në vijim se si mund të vijojë kjo situatë, duke pasur parasysh që tashmë kjo është një luftë forte në radhë të parë dhe një luftë dhe nga ana e superfuqive të mëdha siç është Amerika nga njëra anë dhe Rusia nga ana tjetër. A mendoni që rritja e çmimit të karburanteve në vazhdimsi për shkak të një situate që ende nuk e dim se ku e ka kufirin fundor dhe mbylljen mund të ndikojë zinxhir edhe sistemin e eksporteve në Shqipëri, rrjetjen e eksporteve e importeve gjithashtu? Mendoj që po dhe është një konsekuencë e asaj çfarë po ndodh, po të shohim edhe të dhënat dhe luhatit që kanë në bursën Brent të naftës në tërësi dhe të gjithë derivatëve të saj, absolutisht kjo po shikohet që orë pas ore ka një trend në rritje të çmimit të naftës dhe të fuqisë së naftës, por mos harrojmë që nuk është vetëm problematike e fuqisë së naftës në tërësi, por kjo, siç thashë pak më parë, është një konsekuencë që ka një efekt zinxhir në të gjithë ekonominë dhe sidomos në ekonominë shqiptare që është një ekonomi shumë e brisht e shumë e varur nga importet në tërësinë e saj, pasi nuk ka pasur një strategji dhe nuk ka pasur një politikë që të jemi prodhues në radhë parë të produkteve dhe të lëndëve dhe të gjërave që kjo është e nevojshme për Shqipërinë. Absolutisht efektet në vendin tonë do jenë akoma më shumë të ndjeshme se sa në vendet e tjera të rajonit dhe të Europës. E kuptoj. Ndërkohë ju folët pak më herët pikërisht për manufakturën, eksportet manufakturë që me sa duket sipas jush kanë patur rënje. Cilat janë eksportet të tjera që do të ndikohen drejt për drejt dhe më shpejt për shkak të kësaj situate që mund të zgjas? Unë përmenda në sektorin që përfaqësoj manufakturë të veshjeve të këpucës, e cila ka një trend në rënje, por përsëris ka pasur që në para fillimit të kësaj krize dhe është për të parë në ditët në vazhdim se si do evoluojë. Absolutisht edhe eksportet e tjera, lëndëve të tjera, ato pak produkte që Shqipëria është në gjendje të eksportojë, kanë pasur trend në rënje dhe përsëris ndoshta është herët për të bërë një analizë se sa kanë qenë efektet e saj në eksport, po ajo që dihet dhe që është po rezulton tashmë është rritja e produkteve të importit, e cila në vetvete rrit një farë edhe presioni përsa i takon edhe çmimeve të shportës, një farë presioni pse jo edhe në pagat e punojësve, të cilët nga një anë janë të detyrueshme të themi të rriten, por nga ana tjetër duhet të monitorohet pikërisht ajo çfarë tham pak më parë, abuzimi, pasi ka qenë një trend të shpërdorur shumë dhe duhet tashmë ka ardhur koha që kjo gjë të monitorohet dhe mos të jetë përsëritshme her pas here në çdo krizë që ndodh.